Me dënu njerin 3 vjetë se ka pas seks me dikën. Në për në profesor, jo 3 vite, po ja kisha bëllë për jetë shumë. Ja, të shku në Klan Kosova, në programin e mëngjesit. Kena me diskutu, a dohet me u dënu me bërë këtë tradhtia. Arsyeja pse na ardh me diskutu këtë temë, nuk është që veç jam çu haj që shto pi xhumit, me diskutu në latet. A do të më fal apo a do të më dënu tradhtia. Ideja është që këtë premtim ose këtë fjali e ka dhënë Partia Fjala. E gëzim kelmendit në 1 minutë. Dënimi prej 3 vjetë burg për tradhti është premtimi që ka dhënë në mëngjes, që ka dhënë Partia Fjala, e cila në zgjedhjet e kaluara kur ka marrë pjesë, si ka marrë dikon as 100 diçka vota. Arsyeja pse Partia Fjala ka zgjedhur me këtë premtim, nuk e di, e kam një farë ideje, sepse ama pak a shumë Partia Fjala, nëse nuk e dini, juve që nuk e dini, është partia e cila beson që rregulli ose baza kryesore e ligjit në Kosovë duhet të jetë ligji i fesë islame. Pas problemi është 2-3, se kanë diskutuar në studia, qysh me gjetë tradhtin, cili hetus me shku me evidentu tradhtin. Hajde më shumë, jina në Klan. Mirë mëngjes, të është agoni. Hello. A do të më dënu tradhtia dhe 3 vjetë borga jo? Jo, absolutisht, jo, njeriu nuk është qenie monogame, është kompromis që të e bën, unë për vetëm në që tradhtia nuk duhet më normalizu, por është fenomen që ndodh. Ama zo më normalizu. Se janë zyrët e Klanit, by the way, rreth parë ja shpja ka zë, sigur i keni pa. Në fokus debatin nëse tradhtia duhet të dënohet me borg. Po, jashtë të e kam. Jashtë të rrugmi? Po. Ky farë premtimi është më shumë për me i folë një elektoratit së Partisë Fjalës, atë elektoratit e vet, i cili dënë me vendosë raportin mes dy njerëzve në një kështu vepër penale. Qërë, tradhtia nuk është e mirë, por me vendosë raportin mes dy njerëzve vetëm në një akt seksual, sepse atë ashtu la më kuptua, po qa është mas pari do të me definu çka është tradhtia. Në seksi nuk e nëza që është akt tradhtie, po dhe me ndjenja, seksi mund është e bëllë pa ndjenja. Po mre, sex workers, qa bojnë ata? Unë kësha nëza ma shumë tradhtine si shkan ka ana emocionale. Sa në të që janë emocionalisht vish me mu që i bënë, nëse i kish bërë dikon, ose më kish rajt me i bërë dikon. Po, problemi është se unë me kuptova ke seksi, dhe mënë, okej, të përdënojna. Qysh, se për me dënu avokatja e din, do të me ka një proces jetimit, do të me ka një jetus atë. Qysh ka me zvullu, tash policia do të me shku, me nejt me kamera atyne, që për me dënu dikon 3 vjetë, dhe është me pas fakte. Qysh kemi bë ato fakte? Amo qysh kemi gjiru të partnerin të nësë? Qysh kemi gjiru së për kuptaj? Qysh kemi gjiru? Me dënu njerin 3 vjetë se ka pas seks me dikën, në dikën. Në për në profesor, jo 3 vite, po ja kisha bëllë për jetë shumë. Aje. E pas këne fa traume shumë madhe për ne fa tradhtie se nuk e di. Sa, okej. Duhet më largu.